Unë shpresoj se do të ketë racionalitet mes palëve për të arritur një dakordsim të tillë, por kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Tashmë fatkeqësisht kemi pas disa lanë në gjykatën kushtetuese, unë shpresoj që nuk do të ketë më, e që thecim me një dakordim përpara për me shku zgjedhje të parakohshme. Është konstituuar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionojë tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afatën kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re dhe duke ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Unë shpresoj se do të ketë racionalitet mes palëve për të arritur një dakordsim të tillë, por kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Nuk jam i sigurt, sepse këtu nuk pat asgjë. Unë mendoj që ka pasur hapësinë tjetër për konsiderim të konstituimit legal apo kushtetues, sepse e pash që kryetari i kuvendit munduhej që ma shumë të konsultuaj me ata që japin instrukcione se sa që ta bëjnë një val interpretimi kompetent për sa i përket konstituimit apo jo. Megjithatë, sot aty është një konstatim që është bërë një konstituim, që është zgjedhur dhe nënkryetari nga komuniteti serb, kolegu ynë zoti Rashić, por si do të shkojë tutje, mbetet shihet. Tashmë fatkeqësisht kemi pas disa lanë në gjykatën kushtetuese, unë shpresoj që nuk do të ketë më, e që thecim me një dakordim përpara për me shku zgjedhje të parakohshme. Sa na përket neve, konstatimi i kryetarit është aktualisht valet, shohim e bëjmë nëse ka një ndryshim nga ana e tyre. Unë besoj që s'ka jetë mirë në Kosovë, s'poku në Drenas pa e dëgju atë incizim, i cili ka qenë shokus, besoj për të gjithë. Mendoj që përkundër deklarimeve të palëve të ndryshme, juve që e keni nxjerrë dhe të përfolurve që janë mundu me argëdu, i takon gjithsesi organeve të rendit që merren dhe ta hetojnë këtë situatë në mënyrë urgjente, sepse vërtet ka qenë shumë problematike me dëgju ato fjalë që janë dëgju për prona publike të cilat janë qytetarëve të komunës së Blerë. Ndërsa për sa i përket mundësisë për ta bërë qeverinë e partive të ish opozitës, do të shohim kur t'i vijë rada, nëse i vije, por mendoj që më e rëndësishme se ka që është shkojmë drejt një procesi të ri zgjedhor, që të ketë zgjedhje parlamentare të parakohshme. Sa më shpejt, me njëherë mas zgjedhjeve lokale, me qenë se afatët s'lejojnë me mojt me të 9-in, prej këtu ku jemi sot, me 16-in, me 23-in, me 30 orë, me 70 orë, me 14 orë, sa më shpejt se kanë bloku vendin me këtë mentalitet, blokus lëvizjave të vendosje, duke pas parasysh afatët tjera, skadimin e mandatit presidentës, obligimin kushtetues që ta kemi të zgjedhur një president të ri, një mandat të ri presidencial, një muj para skadimit mandatit që e bie dikun rreth datës 4 mars nëse s'gaboj. Nuk ma merr mendja që ka shumë hapësim për ta kriju një qeveri disa mujor.